Një fëmijë 3 vjeçar është shtruar prej disa ditësh pranë pediatrisë infektive në QSOT pasi është diagnostikuar me frudhë. Sipas mjekëve, fëmia ka lindur jashtë vendit dhe nuk ka marrë asnjë nga dozat e vaksinës së detyrueshme për mbrojtje ndaj virusit të frudhit. Rasti i fundit i konfirmuar me frudhë është një fëmijë i cili ka lindur jashtë vendit, ka ardhur në Shqipëri, por nuk i ka aplikuar vaksina duke filluar nga mosha 6 muaj edhe më tej. Prindit e mbajnë në shtëpi dhe në një moment caktuar fëmia duhet ketë rënë në kontakt me këtë virus, i pa vaksinuar. Normalisht po të kishte aplikuar dozën e parë të vaksinës nuk do të ishte infektuar dhe fëmia ka shfaqur shenja klinike, është edhe i shtruar normalisht në qendrën spitalore universitare në Tiranë. Prindit e tij fatmirësisht nuk kanë normalisht shenja klinike sepse janë të vaksinuar dhe nuk ka patur persona të tjerë që mund të jenë infektuar sepse fëmia nuk frekuentonte çerdhet. Vitet e fundit mbulesa vaksinale ka rënë me 92% nga 95%. Për këtë arsye nuk kanë munguar as rastet të vegjëlve të infektuar me frudhë. Gjatë vitit të 2025 u konstatuan 18 raste me frudhë, ndërsa një vit më parë ishin 24 raste të konfirmuar. Në kalendarin tonë të vaksinimit, frudhi aplikohet me 2 doza. Doza e parë në moshën 1 vjeç dhe doza e dytë në moshën 5 vjeç. Për shkak të uljes së mbulesës vaksinale me 2 doza nga 95% sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, ne kemi në vitet e fundit 92% dhe ulja e kësaj mbulese vaksinale ka çuar në shfaqje në rasteve sporadike me frudhë. Gjatë vitit të fundit 2025, nga periudha janar deri aktualisht, kemi 18 raste me frudhë të konfirmuara, të cilat kanë qenë kryesisht në Fier dhe në Tiranë, raste sporadike, pikërisht tek fëmijët të cilët kanë qenë pjesa më e madhe e tyre të pavaksinuar ose vetëm një pjesë e vogël e tyre të vaksinuar vetëm me 1 dozë. Frudhi është një sëmundje ngjitse e cila mund të sillë pasoja të rënda për fëmijën duke shkaktuar kështu pneumoni, infeksion të trurit, verbim, madje mund të çojë dhe deri në vdekje. Mjekët vazhdimisht apelojnë për kryerjen e vaksinimit të fëmijëve sipas kalendarit përkatës.